e bashkëveprimit, konglomeratit, qeveri, trafikant, biznes. Janë bërë publik emrat e trafikantëve, janë bërë publik emrat e biznismenve, mbahen sekret emrat e organizatorëve kryesor të takimit Arubas dhe këte sekret e mban Altin Troplini për llogari të Edi Ramës. Ndaj dhe sot vendosa që t'ja shtojmë dhe një biemër për t'ja nëzirë dhe më shumë emrin se që ka të nëzirë Altin Aruba, Troplini, Gjoka dhe Hajri, armikut të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarve, bashkëpunëtorit të Arubës, Irenës me 5 mbiemra, vrasit serial Hajri e të tjerë, drejtësia abonon, por nuk harron. Dhurat, qëfar pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive, po ndërtonin një mini maternitet dhe kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhur emrin. Prit, kjo është më interesante. Po të lind vajzë, do t'a quajnë Skapica, ose Spakica. Po të lind djalë, Spakic, Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë në të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shejtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon ky hesap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Për kë e keni, zotë Berisha? Në rast konkret? Po, rast konkret, po nuk ishte Velisa? Po tjetër? Velisa, ajo u hap shtegu, flitet për disa, po unë nuk jam mjeku i tyre dhe nuk mund t'i bëj publike emrat e tyre pse i flasin. Po flitet për disa ministre, ish-ministre, deputete me radhë. Kjo flit për epidemi. Pra si pas jush po përdorin shtatzanin për të shpëtuar nga burgu? Tërësisht përdorin edhe njerë ligjin e shenjtë të mëmësisë dhe të natyrës kundër ligjit të shoqërisë, për të kundërvën ligjit, kodit të procedurës penale dhe kodit penal. Kjo është qeveria e Edi Ramës. E dënoi me forcën më të madhe. Pyetje?
Zoti Berisha, ditën e sotme ka patur një reagim nga shoqatat e unionëve të gjyqtarëve të Republikës, shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës dhe shoqata e prokurorëve të Republikës në lidhje me vendimarrjen e gjykatës shtetuese për në interes të tyre që nuk po zbatohet. Ata bëjnë apel dhe ftojnë gjithë institucionet dhe zyrtarët e përfshirë në zbatimin e procesit të këtij vendimi për pagat. Çfarë mendoni ju? Duhet ta respektojmë? Mendoj që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen si domosdoshmëri, si detyrim më madhor ligjor në funksionimin e shtetit ligjor. Por vetë gjykata është sjellë në mënyrën jo serioze ndaj vetës dhe Edi Rama e konsideron atë një lloj si spakun një seksion të Partisë Socialiste. Sigurisht që vendimet e gjykatës kushtetuese detyrimisht duhet zbatohen. Ky është vendimi im. Si komentoni ju protestat e nisura në disa bashki që kundërshtojnë, si për shembull Poliçani e të tjerë që po kundërshtojnë propozimet për hartën e re? Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat